Shoqëritë e transportit ndërkombëtar dhe interurban shprehen kundër stacionit të ri në hyrje të qytetit Vlorës, pranë shkollës së aviacionit. Ata kanë zgjedhur këtë të hënë që në shenjë proteste të bojkotojnë aktivitetin, duke lëvizur në rrugët e qytetit të Vlorës dhe duke kërkuar solidarizim nga vetë qytetarët. Kompanitë e transportit ndërkombëtar dhe interurban shprehen se në këtë pikë nuk ekziston as zyrë, as tualet dhe as hapësirë pritje, çka krijon vështirësi serioze për pasagerët, veçanërisht gjatë muajve të dimrit, në kushte të ftohti apo shiu. Nëpërmjet një deklarate, shoqëritë e transportit ndërkombëtar ngren dhe shqetësimin e aksidenteve të mundshme në këtë zonë, e cila nuk ka as pak kushtet që duhet të ketë një terminal normal. Ata thonë se kanë shpresa që autoritetet përgjegjëse të rishqyrtojnë sa më shpejt këtë vendim dhe të ndërmarrin masa më funksionale që të garantojnë sigurinë, komoditetin dhe shërbimin e duhur për qytetarët dhe vizitorët e Vlorës. Sipas këtij vendimi, hipja dhe zbritja e pasagerëve do të realizohet ekskluzivisht tek rrethrotullimi i shkollës së aviacionit. Kompanitë e transportit thonë se në këtë pikë nuk ekziston as zyrë, as tualet dhe as hapësirë pritje, çka krijon vështirësi serioze për pasagerët, veçanërisht gjatë muajve të dimrit, në kushte të ftohti apo shiu. Për më tepër me shkresa zyrtare, ata thonë se janë drejtuar bashkisë, ku kemi shprehur shqetësimet tona lidhur me sigurinë, rrezikun e mundshëm të aksidenteve dhe mungesën e praktikës në shërbimin e publikut, pa marrë parasysh realitetin e përditshëm të udhëtimit. Ata shprehen se duhet që të rishikohet ky vendim dhe institucionet të garantojnë sigurinë, komoditetin dhe shërbimin e duhur për qytetarët dhe vizitorët e Vlorës.